Zonja dhe zotrin, përshëndetje, unë uroj mirëseardhjen të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këtë momente nëpërmjet valëve të televizionit Apollon dhe frekuencave të Radio Florës 101.9 MHz. Jemi në këtë transmetim të drejt për drejt në emisionin Medicina, një emision mjaft i veçantë ku do flasim sot për problemet e syve. Shumë nga ne kanë probleme të syve, kanë vështirësi në shikim. Këto probleme mund të lindin që në foshnjëri, në fëmijë të vegjël, por gjithashtu gjatë gjithë jetës sonë, atëherë kur vitet kalojnë dhe shumica prej nesh fillojnë që të plaken, kanë probleme të syve. Shumë prej nesh gjithashtu mbajnë edhe syze dhe pikërisht për këto probleme, për mënyrën se si duhet i evidentojmë ato përpara kur na shfaqen simptomat e para, për mënyrën se si mund të heqim syzet ata që kanë syze, sidomos ata që kanë syze me numër të madh, por gjithashtu dhe për shumë probleme të tjera, kam deri dhe kënaqësinë që në këtë studio të televizionit Apollon të kem të ftuar profesor doktor Andrea Artemov, drejtori i medicinës. Faleminderit dhe mirë se keni ardhur. Mirëdita. Gjithashtu, një e ftuar tjetër mjaft e veçantë dhe speciale në këtë emision është drejtoresha e klinikës Uzllova, Suzana Karagjozi. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Mirëdita. Klinika Uzllova është një klinikë e cila ka qenë që nga viti 1997 dhe është përfaqësuese e klinikës lëruese Fjordorov, prej së cilës kemi dhe prezent doktorin në këtë studio, i cili do na flasi për problemet e ndryshme të shikimit që kanë njerëzit në ditët e sotme. Gjithashtu, prej pak kohësh, kjo klinik funksionon edhe në qytetin e Fierit te klinika Medicare, ku shumë prej jush duhet të publikojmë numrat e telefonit që mund të kontaktoni dhe gjithashtu mund të kryeni vizita të ndryshme. Është në numrin e telefonit 068 20 77 859, numër celular dhe numra fiks 0342 243 88 dhe 0342 230-207, mund të kryeni vizita me doktorin tek Medicare, numrat të cilat ne do i publikojmë her pas here në emisionin tonë. Gjithashtu regjia do na ndihmojë që t'i afishojmë edhe me strisha në ekranin e televizionit Apollon, por gjithashtu pas emisionit tonë mund të prenotoni brenda 2 orësh në numrin e telefonit 068 20 74 055. Mund të prenotoni vizitat tuaja, doktori do t'jetë në dispozicionin tuaj. Numrat do i themi sërish pas pak, do jenë të afishuar në ekranin e televizionit Apollon her pas here, që ju të keni mundësi t'i merrni dhe pse jo të prenotoni vizitat tuaja për të gjithë ju që keni probleme me syt. Ndërkohë do doja tashmë që të filloja bisedën me doktorin. Doktor, keni shumë vite pune në këtë profesion, por gjithashtu keni shumë kohë që ushtroni profesionin tuaj këtu në Shqipëri, në vendin tonë. Atëherë, cilat janë problemet më të shpeshta tek shikimi, kryesisht tek shqiptarët dhe si mund të kurohen ato? Mirëdita edhe një herë, është e vërtetë që unë punoj këtu më shumë se 10 vjet dhe provoj të shpjegoj të gjitha në gjuhën shqip, nëse do ke vështirësi të shpjegoj diçka, drejtoresha ndihmoj pak. Po patjetër, ju kuptoj shumë mirë. Dhe provoj të shpjegoj diçka që ne fillojmë me fëmijë. Patjetër për çdo prindër të fëmijë, shikimi i fëmijës është diçka e kryesore, shëndet është shumë kryesor, po prindërit vazhdimisht harrojnë që vetë vitiu fëmijë nuk ankohet që shikoj keq. Sepse vazhdimisht kur prindrit bashkë me fëmijë do vinë në klinikën tonë, ne tregojmë që fëmijë ka shikime dobët, prindrit, "Ua, si është mundur? Pse nuk ka treguar mua?" Po fëmijë nuk di, sepse fëmijë mendoj që shikimi njësu shikoj mirë, tjetër keq është shikim normal, në një të mënyrë shikoj të gjithë, s'ka problem. Si rezultat, detyra e prindrit në moshë kur fëmijë është në komunikim, ka mundësi të komunikojë, është zakonisht 3 4 vjet, domosdoshmë të vizitoj në poliklinik doktor e syve. Edhe çfarë është kryesore? Kryesore jo vetëm që bëj vizitë pas një bisedë, sepse zakonisht në Shqipëri në këtë mënyrë. Vizitoj, doktor tregoj ka nevojë për syze, asnjë shpjegim dhe miru pafshëm. Dhe prindrit nuk i di asnjë gjë, çfarë syze, çfarë numër, plus, minus, dhe kryesore çfarë shikoj fëmijë jot. Unë pyes, sa është shikimi fëmijë? Prindrit përgjigj, mirë. A çfarë është mirë? Sepse shikimi ka shifrat. Shifrat ose përqindje njësoj që i shpitësi, kilometrët ose pesh, kilogramat. E njëjtë situatë edhe këtu. Dhe shumë rëndësishme që kur
fëmijë filloj të përdor syze, prindrit duhet i di sa fëmijët shikoj me syze, sepse nuk është rëndësishme për prindrit plus ose minus, ose plus ose minus numër si numër, e madh ose e vogël. Kryesore sa shikoj fëmijë me këtë syze. Dhe kur opticer ose doktor okulist tregoj ju që një sy shikojtë, për shembull, 100%, tjetër 10, 20 ose nuk shikoj fare, në këtë rast është alarmuese për prindrit dhe prindrit fillojnë të bëjnë diçka. Sepse prindrit më shumë kohë jetojnë në iluzion, çdo gjë në rregull, vizitove doktor ka shkruar syze, unë mbaj syze, unë jam i sigurt, çdo gjë në rregull. Realiteti është pak tjetër. Patjetër fëmijë nuk është i verbër, që nuk shikoj dhe nuk i di çfarë të ha. Nuk i di si hec, nuk shikoj, po nuk ka shikim e mjaftueshëm për jetën normale. Çfarë është jeta e mjaftueshme? Në merr patent kur rritet, të merr profesion, për shembull, polic, ushtarak, profesion i cili kërkon shikim i mirë, shofer. Edhe prindrit fillojnë të bëj diçka kur e vërtet është vonë. Sepse koha kur ne mund të ndihmoj me lloj garanci, është koha deri në 12 vjeç. Në qoftë se ju humbit këtë kohë, pastaj shumë vështirë të bëj diçka që shikimi përmirësohet, kurohet. Shumë vështirë. Dhe këtu është shumë kryesor që koha, në qoftë se ju bëj këtë ekzaminim, vizitë, dhe ju vetë vitiu kuptoni çfarë problem ka fëmijë, fillestar prindrit, patjetër me ndihmë të doktor, edhe në qoftë se ju nuk merrni këtë ndihmë ose shpjegim në vend banimi ku jetoni, në optik, për shembull në Fier, të lutem mund të shkoni në klinikën tonë, sepse ne kemi qendër për fëmijë, tamam për fëmijë. Jo për i rritur, për fëmijë, kur ne merr me këtë problem. Çdo ditë dhe ne kemi më shumë si 2000 fëmijë, больше 2000 детей, 2000 fëmijë, cilë rikthehen shikimin. Ka shumë eksperiencë për 10 vjet, është goxha. Dhe nuk ka nevojë sepse çdo 3 muaj të ndroj syze, në çfarë është kjo? Kjo është në lodrat me syze. Optika vetëm shes syze, po nuk ka asnjë lloj ndihmë dhe prindrit ka arkiv nga syzeve, mund të shes syze pastaj si skelete mund të shes. Dhe këtu është problem kryesor për fëmijë. Problem tjetër i cili unë duhet të tregoj që shikimi, në qoftë se ju keni shikimi mirë nga Zoti, është si dhurat. Është dhurat. Dhe ju duhet të jetojnë në këtë mënyrë që ruajt këtë dhurat në gjendje normal. Në qoftë se ju filloni neglizhoni, nuk e di, nuk vlerësoni, patjetër shikimi do ikë. Dhe minimali, unë të gjithë pacientët im më tregoj, minimali për kulturë ka nevojë të vi te doktor okulist, i cili ju keni besim. Tu është kryesor, besim. Keni besim, shikoni, diskutoni, dhe vetëm doktor profesional mund të tregoj ju që ju jeni mirë. Jo vetë vitiu. Syri nuk dhemb, unë nuk ka ankeset, unë jam në rregull. Sepse sëmundje e veçantë, pa shërueshme, zhvillohet pa asnjë shenjë. Vetëm shenjë. Një shembull, glaukoma, tensioni i lartë në syt. Pacient mendoj që tensioni i lartë në syt njësoj si tension për shembull arterial, përgjithshëm, që rritet tensioni, filloj të dhem koka, nuk dhem syri. Shikimi gradualisht bie poshtë, dhe një ditë hapet në mëngjes, hop, një sy është verbër. Vrapoj te doktor
Dhe doktor tregoi më fal, është vonë, iku treni. Më falë zëron. Po. Ju e thatë edhe në fjalin tuaj kur nisët fillimisht që shumë fëmijë nuk e shprehin kur kanë probleme me syt dhe prindrit për këtë habitem, se fëmia im kur nuk më ka thënë gjë. Por si mund ta kuptojë një prind problemin dhe shqetësimin që ka fëmia e tij tek syt, duke qenë se fëmijët nuk flasin? Minimali kërkoj fëmijë të lutem mbyllin një sy dhe mbyllin syri tjetër dhe krahasoj shikimi, kontrolloj vetë ti është shumë momente. Momente ka plot televizori kur afrohen. Nuk është shumë i thjeshtë. Afrohen kur shkruajnë, kur luajnë. Realiteti është i tillë kur fëmijë ka shikime dobët, prindrit ka 100 shenjë që nuk është diçka e mirë, po prindër nuk mendoj që është ka lidhje me syt. Si shembull, fëmijë vazhdimisht qëndron afër televizor. Afër, hunde në ekran. Dhe prindrit të është normal. Pse fëmijë? Sepse nëse fëmijë shikojnë mirë, nuk qëndron afër televizorit. Ka raste kur një fëmijë mund të qëndrojë larg televizorit, por që sërish ka probleme me syt? Nuk mund të ketë problem, mund të ketë shikimin në një sy është normal, tjetër dobët. Dobët. Ka shtrëmbërime kur ndodhin, ndonjëherë e vëre e prindrit që ka një shtrëmbërim ndarkave, kur fëmia nevrikoset, kur qan, edhe kjo është një shenjë. Ajo mos ta ketë gjatë ditës, po një herë në një farkoj e vuri re, duhet ta ndjeki, nëse përsëritet prapë, duhet shkojë te mjeku. Fëmijë zakonisht kur nuk mbaj syze dhe nuk shkojë mirë, shumë kapriços. Nuk qëndron afër libran, tam 5 minuta pastaj nuk duroj iku dhe prindrit që nuk ka qef të luaj, nuk ka qef të ri, janë shumë fëmijë. Sidomos në distancë afër. Kto janë disa nga shkaqet që fëmijët mund të kenë probleme me syt? Po zakonisht në normë, sepse në qoftë se shtet normal, i cili kujdeset, sepse çdo shtet ka një program për fëmijë, sepse fëmijë është një si popull tjetër, sepse e rritur është një situata, fëmijë është situata krejt tjetër. Ka, për shembull, në Rusini kemi pediatër, është doktor për fëmijë, okulist për fëmijë, stomatolog për fëmijë, të gjithë për fëmijë, tamam. Kontrollohet maturitet. Dhe normalisht deri në moshë 7 vjeç, fëmijë duhet të vizitoj okulist, jo kur ka problem. Thjesht çdo vit për kontroll 9 herë. 9 herë. 9 herë, po. 2 herë viti parë jetës dhe pastaj çdo vit. Para shkollë, sepse ne kemi shkollë, fillojmë shkollën në moshë 7 vjeç, para shkollorës 9 herë. Dhe kjo është arsye pse ne nuk kemi, për shembull, në Rusi, unë flas për qytete i madh. Unë nuk flas për kur nuk ka as rrugë, as një gjë. Po qyteti i madh që të gjithë problemet që unë zakonisht si doktor takohemi në klinikën tonë në moshë 12, 13, 14, ne mbaroj të gjithë punën në moshë 4, 5, 6 vjeç. Ne bëj të gjithë mikimin që domosdoshmë për fëmijë, që mikimi për rritje shikimi dhe në shkollë fëmijë shkojnë me syze me shikimi normal të mësoj, pastaj ne kemi kohë tam 1-2 vjet për rritja shikimi akoma dhe zakonisht në moshë 10 vjet fëmijë ka shikimin 100% vetëm mbaj syze. Dhe prap prindrit këtu ankohet, syze trash, kur do kemi përmirësim, çfarë përmirësim? Do hiqim syze. Ose do ulim numër. Gru më falë, po nuk ka rëndësi për ju çfarë numër ju keni, kryesore shikoj fëmijë me këtë numër apo jo, sepse nuk ka mundësi që sot i keni plus, nesër ju nuk keni. Vetë viti ju plus nuk do iki. I njëjtë situatë edhe mi minus. Sot keni, nesër jo. Vetë viti ju nuk do iki. Vërtet ka mundësi të eliminoj syze dhe unë tregoj në ekran televizor që si quhet zyrtarisht me ligjore ka mundësi të bëj operim për heqje syzeve pas moshës 18 vjeç. Jo 22, jo 25, 18 vjeç. Keni pasaport në dorë, keni përgjegjësi, nuk ka leje nga babi dhe mami, ju keni mundësi të bëj këtë lloj kirurgji, po nëse me syze ju shikoni keq, më falni pas operimit për heqje syzeve. Ju do shikoni njësoj si me syze. Tregoj që keq. Nëse shikoni mirë, dhe pas operimit do shikoni mirë.
nuk ka këtu mrekulli që ju neglizhoni gjithë jetën, pastaj papritur bëj operim dhe ju jeni normal. Vetëm ajo operim nuk ka lidhje me shikimin. Ajo operim ka lidhje vetëm me heqjen e syzeve si objekt. Ndërsa nëse ju s'keni punuar më përpara me mjekun për rritjen e shikimit, pavarësisht nga numri i syzeve, atëherë ku të merret shikimi? Ai operacion nuk bëhet në tru, ai operacion bëhet në sy, në xhamin e syrit. Kështu që atë shikim që keni me syzen, atë shikim do merrni edhe mbas operimit. Se kanë një koncept të gabuar, thjesht eliminohet objekti. Sepse këtë objekt të cilin mund ta bëni me lente. Po, objekt mund të heqim, nuk ka nevojë të pres deri në shdet. Pres deri në 18 vjeç, ju mund të, nëse ju keni për shembull minus, si shembull, minus tam, minus 1, 2, 3, ju mund të vendosni lente kontakte dhe tani. Në çdo moshë ne kemi fëmijë që përdorin lente kontakte në moshë 4 vjeç. 5 vjeç. Janë të pranueshme. Pranueshme, patjetër keni lente që vendoset në data 1, heqet në data 30. Një muj pa heqje fare, dhe flet gjumë me këtë lente. Nuk është diçka alarmuese. Nëse i përdor një lente në mënyrë normale, ka bërë përsaktim tamam. Testim përsaktim tamam dhe ju kuptova risku. Keq përdorim lente dhe si do përdorim lente mirë, jo shkoni në optik vetëm shitje, si dyqan për shitje, po do shpjegojt ju si përdor solucion për pastrim, si heq lente, si vendos, si kujdeset për këtë, ju mund të jetoj me lente gjithë jetën dhe mos mendoj fare pas syze. Tani më erdhi ndërmend një rast në cilët shpesh shqiptarët e realizojnë këtë gjë. Kanë probleme me syt, nuk shkojnë pranë mjekut për katës, por blejnë syze vetë pas një konsult. Çfarë ndodh në rast vetëm shqiptarët kjo? Mirë, po për mos shqiptarët, jo vetëm shqiptarët. Problemi është ti që vazhdimisht ne këtu në Shqipëri, sidomos në klinik privat, ne kemi problem dhe miksi dhe ekonomi. Ekonomi, dhe këtu më shumë ekonomi. Dhe nivel e edukim. Po kjo nuk është fushë ime. Edukimi është fushë shtetit, fushë shkollës, universitet, po jo imi, po problem, nuk, patjetër nëse vizitë dhe ekzaminim kushton diçka, atje ju shkoni në bazar blej, po nëse ju nuk kujdeset për shëndetin jot, vazhdoni. Mund t'i ndajmë këto për mendimin tim, mund t'i ndajmë këto dy momente. Ka të moshuar, ka raste kur një njeri, supozojmë, nuk i ka syzet me vete. Por i duen patjetër është në ndonjë punë që duhet lexojë dhe si ka marrë në pushime për shembull. Dhe mund të shkojë në një dyqan që mund të jetë fare tregtare, as ka lidhje me optikën ose me këtë, dhe të ketë syze të gatshme, të vogla, të cilat kanë numra të përcaktuara. Dhe nëse ai e di numrin e tij që ka +1, +2 për të lexuar afër, ai fare mirë ato syze i merr, i provon dhe shikon, ai e zgjidhi problemin. Se ato janë dhe të lira edhe e zgjidh momentalisht, por jo për një fëmijë ose të ri, i cili ka një numër të komplikuar, i cili është bërë shumë punë e madhe për t'ia përzgjedhur, të dalë dhe të kërkojë syze në rrugë. Ma kupton, këto duhen ndarë këto momente. Këto janë emergjenca të cilat mund ta zgjidhin. Dhe pyetja ime nuk konstaton të kjo, po tek pjesa tjetër që shumica kanë probleme me sytë dhe nuk shkojnë dhe pa marrë parasysh as numrin e syzeve të cilat duhet të përdorin, shkojnë diku, provojnë syzet, nëse shikojnë ato që janë përshtatshme, i blejnë pa konsult mjekësore. Por nëse nuk mund të shkaktoj probleme të tjera tek syt? Jo, vetë subjektivisht personi nuk do ndihet rehat, me ato syze do lodhet shumë shpejt. Me syzet nëse janë përzgjedhur mirë, quhen përzgjedhje, është subjektiviteti që futet, ato nuk ka pse të shqetësohet dhe me gjysore, dhe me 3 çerrekore lexime, dhe me 1 orë dhe me një roman. Ndërsa nëse syzja të lodh përsëri pasi e morë, sepse ajo nuk është vetëm numri që duhet të koncidoj. Atje është edhe një distancë që quhet pupilare ose si më thënë ndërmjet bebeve. Dhe nëse në syze nuk përputet me të syve, asnjëherë nuk do të jetë i kënaqur. Dhe nëse do të vuaj, le të vazhdoj të blej në rrugë. Dhe situata është e tillë që gjama e syzeve, mos mendoni që është vetëm pjesë plastike dhe kaq. Iku këtë kohët kur ka bërë syze vetëm pjesë plastike pastër, me numër brenda.
Tani gjamave është Cilësia cilësia aq e lartë që mbi këtë plastik ka ndonjëherë 7-9 shtresë të ndryshme, i cili japit mundësi të ndroj, për shembull, ju i dini që gjamat fotokromat që ndrojnë ngjyrë pavarësisht nga dielli. Ka gjamat që unë prek syze gjamat me dorë dhe nuk ka asnjë shenjë. Cilësia aq e lartë që nuk gërvishtet. Nuk lagen. U ishket. Kjo është gjamat aq dhe cilësia aq shumë që nëse ju keni shikime dobët, po syzet bëjnë në këtë mënyrë që keni pak më shumë, si për shembull me gjamat e zakonshëm. Dhe këtu nuk është vetëm mbajtje, vetëm numër, po jo kot ekziston firmën të ndryshme në botë e cilë prodhohet, si njësoj si me makinë, që prodhohet të gjamët të ndryshme me cilësi të ndryshme. Dhe ka rastet që ju ka nevojë për 2 par syze, o mund të ke 3 par syze, po ka gjamët që zavansoj këtë 3 par, 1 par syze ju jeni rahat në distancë afër, mesme dhe larg, që syze progresive. Dhe ne në klinikën tonë ka mundësi të përsaktoj këtë syze, ju nuk përdorni 3 par, vetëm 1. Mirë, doktor, më lejoni të ndërpres tashmë për t'ju lajmëruar edhe njërë publikun që është duke na ndjekur. Jemi në një emision të drejt për drejt, po flasim për problemet e syve dhe të pranishëm kemi doktorin Andrea, i cili na vjen nga Rusia për shumë kohësh, është në Shqipëri në klinikën Uzllova, tashmë prej pak kohësh gjendet edhe këtu në Fier në klinikën Medicare, ku shumë prej jush mund të prenotojnë dhe mund të realizojnë vizita, ndaj tashmë dua t'ju them edhe një herë, t'ju rikujtoj për ata që na kanë ndjekur që nga fillimi i këtij emisioni dhe t'ju them atyre që janë duke na ndjekur tashmë numrat e telefonit që mund të kontaktoni me doktorin për të gjithë ju që keni probleme me shikimin. 068 20 77 859 dhe numrat fiks 0342 243 88 dhe numri tjetër fiks 0342 230 207. Kjo është vetëm për vizita me doktorin tek Medicare. Ndërkohë, pas këtij emisioni të drejt për drejt, doktori do largohet sepse ka vizita me pacientët e tij, por për një periudhë prej 2 orësh ju do keni mundësi që të komunikoni me doktorin në numrin 068 20 74 055. Pra 068 20 74 055, ja numra që regjia apo ja fishon her pas here edhe poshtë në ekranin e televizionit Apollon, kështu që le të vijojmë tej bisedën tonë. Profesor, cilat janë shkaqet në të cilat bie shikimi në grup mosha të ndryshme? Unë ka shpjeguar, mendoj u shpjegova. Po. Çfarë problemi kemi me fëmijët, tani me fillojmë me të rinj. Pastaj kalimi tjetër. Zakonisht periudhë nga mosha tam 15 vjeç, 15 deri tam 40, zakonisht njerëzit jetojnë mirë, përdoret i njëjtë par syze, situata stabil, dhe kur mbushet mosha 40 vjet, fillojnë problemet. Në fillim mund të problemet me lexim në distancë afër, më vonë problemet dhe për larg, pastaj edhe për afër dhe për larg, të gjitha bashk, pastaj filloi sëmundje, të zhvillohet sëmundje. Sëmundje të syve. Po. Plakët organizm, plakët qelizat e trupit problemet. Dhe unë vetëm do të paralajmëroj të gjithë pacientët, sepse që unë shikoj neglizhencë e tmeshme dhe unë pyes, ju shikoni me të dy syt njësoj, një lloj, edhe çdo një nga 2 pacientët tregoj që jo, tregoj që një sy mirë, tjetër keq. Veshur. Po vizitova doktor. Jo, pse? Sepse unë shikoj mirë. Po ti shikosh mirë me të dy syt, ose të shikosh me një sy, tjetër është dobët. Imagjinoni, mbyllni me dorë, me pëllim, syri i cili është mirë. Shikimi keq, nuk do. Imagjinoni që një tram vogël, ose një grip në sy, ose pliqëri thjesht. Ju nuk do kesh vazhdimisht 25. Do kesh 40, 50, filloj sëmundje, edhe
vazhdimisht situatë është e tij që këtë sëmundje vraset syrit e mirë. Dhe që atë bëj pastaj punë, nuk ka mundësi të punoj, iku puna, iku lekët, dhe që pastaj? Nuk do të mendoj për këtë, vetëm të gjitha në rrugë e Zotit. Në qoftë se ti të gjitha në rrugë në dorë e Zotit, është fatalist, që ato diskutoj. Dhe pse jo, le ta bëjmë një thirrje shikuesve që janë duke na ndjekur tashmë, po jo. Provojnë. Shikuesve gjithashtu, provoni të mbyllni njërin sy dhe të shikoni me tjetrin. Më pas bëjeni këtë gjë me syrin tjetër, edhe shikoni se tek cili prej një shkrim në kalendar gjykundit. E keni shikimin më të mirë, kështu që këtu fillon vetë kontrolli vetes suaj për të përcaktuar nëse keni probleme me shikimin tuaj apo jo. Dhe pastaj në qoftë se ju mendoni që shëndeti ime është përgjegjësia ime, jo doktorat, sepse mendova vazhdimisht është përgjegjësia e doktorat. Jo. Tani iku koha socializmu, iku Enver Hoxhi, tani përgjegjësia për shëndetin jot është problemi jot. Kapitalizm, ju jeni kujdesesh për vetë vitiu, ti i mirë. Nuk kujdesesh, ti pa lek, pa punë, miru pafshëm. Dhe gjendja e tij që ka plot, sepse çfarë dëgjoj këtu? Unë nuk ka shikim sepse unë nuk ka syze. Ose unë nuk ka shikim sepse unë ka katarakte, perdje. Edhe kaq. Më fal, ekziston 100 sëmundje tjetër në sy, pse ju keni shikim të dobët? Apo pse keni perdje në sy? Po, jo vetëm perdje. Perdje vetëm 1%, syze 2%, po ka plot sëmundje tjetër të cila marrin shikimin. Dobësohet shikimi, dhe dobësohet në qoftë se katarakta ka mundësi rikthehet me syze në një mënyrë mund të rregulloj diçka, po ka sëmundje me cilë dobësohet shikimi pa rikthyer. Dhe pacient duhet të dik për këtë. Dhe vetë vitiu nuk kuptoj, është njësoj si vetë vitiu të riparoj motor e makinës. Provoj një herë, unë ka bërë këtë lloj puna. Ka bler makinë tjetër. Ose po e themi ta vështirësojmë pak më shumë këtë që thatë ju, këtë krahasimin që thatë ju. Si mund të operoj dikush syt që nuk di? Po, nuk flas për operim, flas thjesht. E vështirësuam. Vështirësohet. Edhe problemi është i tij që njerëzit ka frikë të ide vërteta. Dhe vetë vazhdimisht ndaloj këtë. Nesër patjetër unë do shkoj te oftalmologu. Nesër nuk ka mundësi, pas një javë nuk patjetër. Edhe kur, ersi dhe vrapoj doktor të lutem ndihmoni. Dhe unë jam shumë e mërzitur kur do vi pacient, unë tregoj vonë, është shumë vonë. Dhe filloj të qaj, pse nuk kam nuk shes shtëpi, kam të gjithë lekët, kam mundësi të shkoj në Moskë, më falë, du të remuj për para, ishte mundësit, më tani vonë, kaq. Sepse simptomët që ju keni nuk është shikimi dje ishte mirë, sot keq. Unë mendoj 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, ju keni këtë zile, din, diçka nuk shkon mirë, pse ju largoni? Më falë, problem familjare, ne jemi larkë, ajo që iku, çfarë do bëjmë tani? Po ti nuk di të kaluarën që iku, si mundet të punosh pastaj për të ardhmen, se pastaj do shumë punë. Ka raste që të rjeta do doj punë pastaj për atë. Jo, të punoj dhe të mbaj të paktën edhe nëse është, po më fal doktor, ka momente që janë të shpeshta tek ne kur një sy ka ikur. Dhe këto raste përfundojnë pastaj me syrin tjetër tek ne. Dhe përsëri, kur syri ikën, as kjo nuk i shqetëson njerëzit. Nëse një sy iku tjetri, pse nuk mund të sëmuret dhe ai njësoj? Sidomos janë ca sëmundje të cilat gjithmonë kalojnë nga një sy në tjetri. Ja ti thot doktor. Edhe është gllukoma, tensioni i lartë në sy. Tensioni i lartë në sy, i cili është shumë shpesh vuhet pacientët, jo vetëm në Shqipëri, në gjithë botën. Dhe unë tregoj që ka pikët për ulje tensioni, ka operimet për ulje tensioni, por prapë është sëmundje kronike, që zakonisht zhvillohen nga pleqëri. Ka 5 stadie. 5 stadie, po 5 stadie, po në qoftë se
ne diskutojmë për këtë sëmundje, mund të një emision i plot të 2 orë të diskutoj, sepse ne kemi librat oftalmologjik si kjo vetëm për glaukoma, aq trash. Sa ka raste të ndryshme i glaukomës mund të bëj, po diçka shumë i thjeshtë që duhet i di çdo njeri që mbushet për shembull 40 vjeç, një herë në vit nëse ju 40 vjeç. Nëse ju 50 e pak më shumë, 2 herë në vit bëj mate tensioni. Goxha shumë i thjeshtë. Teknologjia e tij që nëse përpara ka bërë ekzaminim me takim, ka nevojë me infermieri ose doktor me eksperiencë, tani është njësoj si bëj mate tensioni në farmaci ose pishoj vetë vitiu në farmaci. Paguj lek tam, nuk e di sa kushton dhe me një herë bëj. I një situatë dhe tani me mate tensioni është tamam 3 sekund, një sy 3 sekund syri tjetër, një herë në vit, vështirë? Jo. 50 më shumë, 2 herë në vit, e vështirë? Jo. Kur ju në 60, ka nevojë tam çdo 3 muaj, 70 më shumë, tam çdo muaj. Për të patur syrin në kontroll. Po, në kontroll, në tensioni. Aq i lehtë që sepse në Rusi në kohë socializmu në çdo nuk fshat. Atje nuk ka elektricitet, po ka aparat për mate tensioni. Imagjinoni. Që nuk ka doktor, atje vetëm infermieri mund të ka mësova infermieri si bëj mate tensioni, sepse në Rusi kjo është arsye e parë pse njerëzit verbohet dhe merr invaliditet. Por si mund të ruajmë shikimin sa më gjatë, sepse me kalimin e viteve dhe qelizat e trupit fillojnë të plaken dhe normalisht shfaqen sëmundje të ndryshme, edhe jo vetëm në sy. Si mund të ruajmë sa më gjatë? Nuk e thjeshtë konsultoni edhe një herë, konsultoni të doktorët cili keni besim. Mirë, patjetër gjendje ti që për shembull keni kataraktë, pa diskutueshme ka nevojë të vizitoj klinikë e cili dhe doktorë e cili realizohet operim për heqje kataraktës ose keni glaukom ka nevojë të bëj operim. Jo çdo mjek mund të bëj këtë lloj kirurgji. 10 mjekët mendoj që operohet, vetëm një operohet mirë dhe me garanci. Tjetër sot mirë, nesër keq. Ju jeni dakord të bëj që nesër mama jo do operohet keq? Jo. Po, dhe unë pyes të gjithë pacientët, ju shkoni në klinikë e cili rezultat dhe doktor operohet me rezultat të ndryshme. Pse ju shkoni atje? Ju mendoni si ruleta ruse, keq do ketë në shoku, jo në ime, me ime, no? Будет плохо у него. Да, do ta ketë ai tjetri u fatin, jo unë. Jo unë. Nese, po, unë desha të shtoja diçka këtu, se doktori e kanë qik specifike shumë këtë për problemin që janë disa sëmundje të cilat në për optika nuk ndiqen dot. Sepse në shumicën e optikave janë opticierë që punojnë dhe kuptohet që merren me syzet, me lentet, mund të thonë që është perdja, s'është perdja, vetëm kaq, por janë ca probleme më madhore, më të rënda, të cilët duhen një ekzaminim më të thellë. Dhe për t'i shpëtuar këtyre momente, mos kaloj, që pastaj mos të rëndohen, si që thamë ne, nuk i kupton, se ka raste që pacienti vjen dhe ankohet, thotë, unë kam qenë te doktori. Unë vazhdimisht shkoj te doktori, unë vazhdimisht mas tensioni, si që thot doktori Mateni. Ka plot të tillë pacientë të cilët vjen dhe masin tensionin rregullisht, por nuk është vetëm te tensioni problemi. Problemi që ka për glaukomën edhe në disa gjëra të tjera, është e nervi optik, është e fusha pamjes, është më thellë akoma. Dhe kështu që tensioni mund dali shumë mirë dhe pamja tiki. Në këto momente doktori thot do kujdes, do vajtur atje ku merren për të tëra stadet e glaukomës. Jo të vish nga stadi i parë në të pestin pa pritur, por ato të ndiqet nga mjeku dhe të kurohen. Dhe e njëjtë situatë me sëmundje tjetër, për shembull diabet. Sheqeri i lartë në gjak. Prap njerëzit mendojnë që është diçka vetëm unë ka pak sheqer në gjak, ndonjëherë, larg, kaq. Edhe asnjë gjë tjetër. Çdo gjë do kaloj mirë dhe pa pritur, iku shikim. Pse? Në një krah vizatoj endokrinolog. Endokrinolog si partizan, nuk tregoj asnjë gjë fare, vetëm bëj matje tam sheqerit, tregoj ka nevojë për të ndroj nga korkat në insulin dhe mbaroj punën.
As vizitë të patologu, as kardiologu, as neurologu, as okulisti. Rezultat që njerëzit që vujnë nga diabet verbojnë papritur. Është turp tani në këtë tani të verbojnë në diabeti. Dhe neglizhencë e tmeshme. Më fal, nuk ka bërë abuzim dietës sepse dasma vetëm është diçka e veçantë. Po njerëzit që kanë syze me numër të mëdha, a kanë mundësi që t'i heqin këto syze dhe çfarë problemesh mund të kenë nëse heqin syzet? Zakonisht njerëzit që mbajnë syze me numër të mëdha, pavarësisht është plus o minus, është zakonisht njerëzit të mbajnë syze nga fëmëri. Shumë rrallë që minus rritet deri në numër e madh. Dhe patjetër në klinikën tonë ne kemi aftësi dhe ose mundësi të eliminojnë dhe syze me numër të vogla, që mund të bëjmë me lazer, dhe syze me numër të mëdha, pavarësisht plus ose minus. Domethënë jo me lazer. Jo me lazer, sepse lazer zakonisht me garanci heqet deri në -6 ose +3. -6, +3, këtë korridor. Mund të bëjmë me lazer. Po në qoftë se ju keni 4 +4 o +5 ose -7, 8, 9, në këtë rast ka metodë më përshtatshme për syri jot që lazer. Me mund të kombinojë dhe këtë, po zakonisht metode ka tjetër dhe kjo është jo që ne nuk ka mundësi të heq me lazer, po në qoftë se ju kërkoni garanci dhe këtë lloj operim bëj jo për 2-3 vjet, për gjithë jetën, më mirë patjetër të bëjmë metodë tjetër, me implantim lente intraokular brenda ose të heq kristalinë dhe avansojmë me lente tjetër. Mundësi ka, vetëm pacient duhet të kuptojë që shikimi do ketë njësoj si pas para operimit, me syze ose me lente. Dhe pyetja e fundit që kemi dëgjuar për vizita për kulturë, por çfarë janë këto vizita kulturë? Unë për kulturë është të më shkëpamosh. Njerëzit mendoj ka 3 иллюзион. 3 иллюзии, 3 иллюзии, что значит знают, как воспитывать детей, как тратить деньги. Si të edukojnë fëmijët gjithmonë, prindi mendon se ai e di dhe nuk ka nevojë të marrë këshilla. Tjetër iluzion për njerëzit është tratить деньги. Si din të prishin lekët, din të gjithë, si din, dhe Что лечить сами, как лечиться? Dhe po kështu futet këtu dhe se si kurohet njeriu, unë di ta kuroj veten, domethënë e zgjidh për momentin vet. Ndonjëherë, vetaj. Это самые большие заблуждения. Domethënë janë si futet njeriu në qorsokak në këto drejtime menjëherë. Domethënë është e gabuar si mendim i njerëzimit në përgjithësi i njeriu. Вот. И чтобы не попасть в эту ситуацию, что а я не знал. Edhe që mos bie në situatë, unë nuk e dija këtë. Gjithmonë kështu dela, unë se dija, si ka thënë njeri, ose se ka lexuar gjikundi, ose s'ka tentuar ta di. Në këtë kohë, në kohën e verë, ka bërë dispenserizim. Një herë në vit, për shembull, një klasë në klasë 5, të gjitha. Ose që në Kopësh. Të gjitha nga Kopësh shkojnë në specialist në kontroll. Një specialist zemra, specialist syve, specialist stomatolog, të gjitha bum. Dhe diçka e thjeshta, me njëherë doktor kuptoi dhe tregoi, ju nuk keni këtë, ju nuk keni këtë. Caktohet në fillestare pa pasur nesër problem. Kur jeni më të rritur, dhe pastaj ju filloni të bëj përgjithësi vetë. Dhe shkoni vetë vit ju, një herë në vit. Pa problem kontrollohesh. Ose për shembull një shembull mund të them unë që e kanë vënë re shumë mjekët në Pogradec, kur vemi neve dhe kontrollojnë, ka bërë vaki, ka pas problem. Një fëmijë, edhe prindi, dhe vajza, dhe babai u kontrolluan. Neve na bërin çik përshtypje dhe e pyetëm si është puna se ju jeni mirë të gjithë, pse u futët në kontroll? Thjesht për kulturë, për të ditur për sy. Për kulturë ka nevojë të vetëm përsëriti, jo një herë në jetën që. Po idealisht një herë në vit. Minimale në vend ju keni, në cili ju keni besim, këtu është shumë rëndësishme, sepse këtu vazhdimisht vizitoj një optik, pastaj optik tjetër, pastaj të rusët. Dhe pse ka bërë vizitë aq shumë, pse nuk shkoni menjëherë
të klinikën tonë. Në klinik, po edhe jo tonë, edhe në klinik tjetër. Sepse ne mendojmë çfarë, po pse ju shkoni atje nëse nuk keni besim, çfarë ju mendoni që ju unë tregoj diçka tjetër, më kollajt për ju, më të përshtatshëm. Shkoni atje kur keni besim, shkoni dhe dëgjoni dhe zbatoni këshillet e doktorëve të cilët keni besim. Nëse pastaj keni keqësim, pastaj kërkoni llogaritje tjetër, pastaj. Dhe tregoni që doktori ju jeni keq, ka bërë punë keq, se doktori duhet të kuptoj, sepse doktor ka bërë gabime mas, prishët syri dhe pacient nuk shkoni atje, nuk kërkoj llogari asnjë gjë. Jo, unë mendoj që më shumë është neglizhencë e njerëzve. Pavarësisht se mund të thonë shumë gjëra dhe doktori vërtet dëgjon pacientin dhe e beson. Po ka momente që njerëzit neglizhojnë shumë dhe fajin pastaj e kalojnë te mjeku. Është edhe ky moment që nuk duhet neglizhuar. Unë desha të shtoja diçka për studentët. Me që ne jemi në fund të provimeve, të vitit shkollor, shumë do mësojnë, do jenë të ngarkuar dhe gjithmonë gjeshen dhe mësojnë shumë, ditët e fundit të provimeve, si gjimnazistët po kështu, të kenë kujdes që mbas provimeve mos vrapojnë me njëherë kur të ndjenjë që nuk shikojnë numrat e makinave larg. Sepse është kaluar si tepër kjo, harin marrin syze kot. Dhe pastaj fillojmë neve I heqim ato syze. Sepse vërtet nga afër, ai kur e ngre syrin mbas provimit dhe shikon në rrugë që atë përpara e shikonte numrin makinës, më nuk e shef, shqetësohet, shkon dhe merr syzet. Më mirë shkoni bëni pushimet. Keni 3 muaj kohë deri në shtator dhe pastaj atje bëni krahasime dhe mund të shkoni nëse vërtet nuk shikoni. Lodhja e tepërt mund të shkaktojë është puna për afër, me afër. Nëse dikur ke qenë shumë mirë para provimeve, ke parë çdo gjë mirë dhe papritur mbas 2 javëve nuk pe shifrat e makinës, nuk duhet trembur dhe me vrap të merrni syze. Por bëni kaloni pushimet edhe pastaj mund të shkoni. Доктор, ju diçka të fundit për të shtuar? Ну, всем желаю хорошего здоровья. Shëndet të gjithëve më të mirë. Uron shëndet. Unë ju falenderoj shumë për prezencën tuaj këtu në studio dhe faleminderit për këto këshilla kaq të vlefshme që na thatë përsët. Gjithashtu faleminderit dhe juve. Edhe suksese. Miq të nderuar që na ndoqët në këto minuta, kisha të ftuar profesor doktor Andrea Artemov, drejtori I medicinës, gjithashtu edhe drejtoreshën e klinikës Uzllova, Suzana Karagjozi, të cilët I falenderoj për këshillat që ata na dhanë, por gjithashtu në fund të këtij emisioni dua të them edhe një herë numrat e telefonit që ju mund të kontaktoni për gjithë ju që keni probleme me syt, për të gjithë ju që gjatë këtij minutazhi shfaqet dhe pat tek vetja juaj ndonjë problem të caktuar tek syt. Atëherë 068 20 77 859 dhe numrat fiks 0342 243 88 dhe 0342 230 207 për vizita me doktorin tek Medicare. Ndërsa pas këtij emisioni, menjëherë pas mbylljes së këtij emisioni, duke qenë se jemi dhe në minutat e fundit, doktori do largohet tek pacientët e tij, mund ta telefononi në numrin 068 20 74 055. Pra 068 20 74 055, ju mund të telefononi doktorin dhe gjithashtu mund të shprehni aty shqetësimet tuaja në lidhje me problemet e shikimit. Duke uruar që gjatë këtij minutazhi të kemi përcjell mesazhe shumë të mira, por edhe për prindrit, për fëmijët e tyre që të kenë kujdes për shikimin e fëmijëve të tyre, për të gjithë ju që në një pakujdesi e caktuar blini vetë syze dhe më pas problemi I syve tuaj bëhet më madhor, atëherë unë ju them që të konsultoheni më parë me mjekun, që të konsultoni dhe të këshilloni më tepër për shëndetin tuaj. Shëndeti juaj është mbi të gjitha. Ju falenderoj të gjithë ju që na ndoqët në ekranin e televizionit Apollon, ju falenderoj të gjithë ju që na dëgjuat në frekuencat e Radio Vlorës. Duke u lënë në shoqërinë e programeve në vijim, ju uroj mirupafshim.